Vetëm 24 orë pas përplasjes me armë në qendër të Shkodrës përballë Hotel Turizmit ku u plagos Donald Shtjefni në automjetin BMW X5, policia ka zbardhur ngjarjen duke arrestuar kështu 6 shtetas dhe një tjetër e ka shpallur në kërkim. Mësohet se gjithçka ka nisur pas një sherrri për motive të dobta mes dy grupeve rivale, ndërsa atentatorët që kanë qelluar në drejtim të Donald Shtjefnit janë gjetur nga policia të aksidentuar në fshatin Golem të Shkodrës në tentativë për t'u larguar për t'i shpëtuar kapjes nga policia. Në njoftimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, thuhet se në orën 22:26 në fshatin Golem Shkodër është njoftuar për një dalje nga rruga të një automjeti. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë rrugore, të cilët kanë konstatuar se ishte automjeti BMW me targ AA 006 NL, në të cilën udhtonin shtetasit Behar Brajovic Bajri, Ilir Rustemi Bajri dhe Bledar Lekaj. Nga hetimet e para rezulton se shtetasit Donald Shtjefni, Kristian Shtjefni dhe Patrik Salaj, të cilët kanë qenë duke lëvizur me automjetin BMW X5 me targ SB60 CEA dhe shtetasit Behar Brajovic Bajri, Ilir Rustemi Bajri dhe Bledar Lekaj, të cilët kanë qenë duke lëvizur me autoveturën BMW me targ AA 006 NL në lagjen Vasil Shanto, kanë qelluar kundrejt njëri tjetrit me armë zjarri, pistolet dhe automatik, ku nga ky shkëmbim zjarri ka mbetur i dëmtuar shtetasi Donald Shtjefni, i cili ndodhet në spitalin e traumës Tiranë, jashtë rrezikut për jetën. Shkak është bërë një konflikt për motive të dobta mes shtetasëve të përfshirë në këtë ngjarje, i ndodhur pak orë para ngjarjes. Ndërkohë shtetasi Bledar Lekaj ndodhet në spitalin e traumës Tiranë, kurse shtetasit Behar Brajovic Bajri dhe Ilir Rustemi Bajri ndodhen në spitalin rajonal Shkodër si pasojë e dëmtimeve të marra nga aksidenti, të cilët po marrin mjekimin e nevojshëm dhe ndodhen të tre jashtë rrezikut për jetën. Në cilësinë e provës materiale janë gjetur dhe sekuestruar 10 gëzhoja model 56, 5 gëzhoja model 54, 2 armë zjarri pistolet, 1 armë zjarri automatik, 5 krejhëra automatiku, 2 krejhëra pistolet, 2 automjete, 4 aparate telefonit celular e tjerë. Gjithashtu bën ndalimi i shtetasve Behar Brajovic Bajri, 36 vjeç banues në Shkodër, i dënuar me parë, Ilir Rustemi Bajri, 40 vjeç banues në Shkodër, i dënuar me parë, Bledar Lekaj, 26 vjeç banues në Shkodër, po edhe ky i dënuar me parë, Donald Shtjefni, 31 vjeç banues në Shkodër, Kristian Shtjefni, 26 vjeç banues në Shkodër, si dhe Patrik Salaj, 21 vjeç lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë. Gjithashtu është shpallur në kërkim policor edhe shtetasi me inicialet AM, pasi dyshohet si bashkëpunëtor në ngjarje dhe po punohet për kapjen e tij.